Kur ndahet nga jeta e bëni hero, Adelina e ashpër ndaj publikut. Ditën e djeshme, lajmi papritur për ndarjen nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi në Itali tronditi thellësisht komunitetin shqiptar. Ky lajm i trisht solli një val ngushëllimesh dhe reagimesh, duke e bërë të qartë se humbja e tij ka prekur shumë zemra. Shpat Kasapi ishte një figurë e njohur dhe e dashur për shumë, dhe ndarja e tij nga jeta ka lënë një boshllëk të madh. Në mesin e atyre që reaguan ishte edhe këngëtarja Adelina Tahiri, e cila ndau postime prekse në rrjetet sociale, duke i bërë dedikime të ndjera mikut të saj të ndjerë. Ajo shprehu dhimbjen e saj dhe theksoi se kujtimi për Shpatin do të mbetet gjithmonë në zemrën e saj. Megjithatë, reagimi i Adelina Tahirit nuk kaloi pa kritika. Pas ndarjes së një fotografie nga një darkë në Instastory, ajo u përball me akuza për mungesë respekti në një ditë kaq të rëndësishme. Këto kritika e detyruan Adelinën të reagojë në Instagram, ku shprehu shqetësimin e saj për hipokrizinë që shpesh shoqëron vdekjen e individëve të njohur. Ajo theksoi se shumë njerëz shpallen heronj vetëm pas ndarjes nga jeta, ndërsa kur janë gjallë, shpesh neglizhohen. Adelina theksoi se është e rëndësishme të tregojmë vlerësim për ata që na rrethojnë përpara se të jetë shumë vonë. Kjo sjellje e shoqërisë, sipas saj, është një reflektim i një kulture që shpesh e harron rëndësinë e mbështetjes në momentet e vështira. Reagimi i saj ka ngjallur diskutime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës e mbështesin përqendrimin e saj. Ata e konsiderojnë këtë një thirrje për reflektim mbi mënyrën se si ne i vlerësojmë njerëzit në jetën e tyre dhe jo vetëm pas vdekjes. Adelina Tahiri me këtë reagim ka hapur një debat rëndësishëm mbi vlerat dhe normat shoqërore, duke na kujtuar se dashuria dhe mbështetja duhet të jenë të pranishme në çdo moment, jo vetëm në ditët e vështira. Si shoqëri, ne duhet të reflektojmë mbi këto aspekte dhe të përpiqemi të jemi më të mirë për njëri tjetrin.